Sa ere fort bubullim sa rëdesh. Jam lagur, por të ftoht nuk kam. Me vete mora ngrohtësi dhe e sola. Në këto me vete mora ngrohtësi dhe e sola. Në këto Mysafiri ynë i sotëm është zoti Syl Magjera, një autor që jeton dhe vepron në Spanjë. Ai, përveç detajeve që do të ndajë nga jeta dhe krijimtaria e tij, do të luajë edhe poezitë e tij me kitar. Mora vetëm atë që deshta me ngrohtësi e Prishtinës. Zoti Syl, faleminderit shumë që erdhët në emisionin ton. Është një kënaqësi që t'ju kemi këtu. Faleminderit për theshin, shumë faleminderit. Po kam dëshirë t'i rikthehemi rënjeve të tua këtu në Kosovë. Se kujtoni ju familjen tuaj? Unë jam nga Bardhi i Madh, është një fshat, ka qenë fshati, nëse s'ka bëjmë maj i dyti, maj madh në gjithë Kosovë. Me një familje me shumë fëmijë, mesatar. Kam qenë sportist si fëmijë, kam pas fatin të thojë në për Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, kam qenë lojtar i ping-pongu. Fëmiria, po është ajo gjaja që mas shumë ti në lidhë, neve që jemi në grupet në lidhë mas shumë ti me vendin ku jemi, edhe pse unë kam mas shumë vite që jetoj jashtë se kësa kam jetu këtu, po është ky vendi im, edhe pse nuk jam shpesh në Kosovë, në fshat edhe ma rrallë, nga se bas luftës e tjera, po janë djekë shtëpit e tjera, ta më thamë këtu në Prishtinë, po. Cilat ishin shkaqet që ju shtyn juve të dilni jashtë nga Kosova? Jetoni në një vend tjetër? Unë kam qenë një lloj hipi ndoshta në aspektin e fillova të studioj letërsinë gjuhën letërsinë anglo-amerikane, në atë kohë. Ka qenë edhe, po ishte diçka që do bëja diçka. Po për ne që kemi mbi 50, dhe më thonë, moshatarët e mi e dinë se para luftës ka pas shumë luftë, po ka qenë ajo lufta ndoshta psikologjike, që të rritë sot nuk e, për fatmirësisht nuk e njohën, edhe se kam provu shoqër, gëzohën për atë pak. Po kisha gjithmonë kam pas dëshirën se një farmine nuk kam vendin këtu, jo po s'di çka të bëj, se ka qenë një farloj presioni, një farloj mund këto ora policore për shembull. Edhe s'ke guxu me dalë natën, edhe si fëmijë, po pse çka jam unë nga tjerë, no? Ndërsa unë si sportist kam udhëtu për shembull, jo shumë, po kam udhëtu, kam dalë edhe prej Kosovës shpeshherë. Edhe të pon një farë mënyrë të shtynë, kam nevojë për diçka më shumë, do thonë mund të bëj diçka më shumë, po fati jetës, do thonë nuk ka një arsye të veçantë që ika dhe mbet. Kam shku në Gjermani fillimisht, kam jetu në Gjermani diku 9 vite, e nga 99 jetoj në Madrid, në Spanjë, dhe punoj jetë. Keni 34 vite që jetoni në Gyrbet, edhe shkruani shumë poezi të kushtuara për mallin ndaj atëut. Si e shpjegoni ju këtë mallin që e keni? Janë gjëra të papërshkrueshme, ndoshta ne që merremi pak me shkrimes, unë vetes poet nuk i them, edhe pse kam botuar me 7-8 libra, po nuk e di, s'do të thoja që jam vetëm ai që shkruan për çështjen e atdheut, natyrisht me siguri nëse bëj një analizë vetë i poezive të mia që kam shkruar, ndoshta edhe dominon ajo pjesë e nostalgjisë, domethënë. E ditë veterinis, ose ku di unë për një gur që të kalon bres, ose një pemë në një obor, ose një lumë me 2 peshk, ose një prockë vogël, po janë gjëra që sinqerisht janë të papërshkrueshme, domethënë është vështirë të shprehen ndoshta. Videon e plot e gjeni në kanalin zyrtar në YouTube.